vërejtjet kryesore që i kanë për 5 vitet e kaluara, janë me qeverin. Flasim për presidencën, a keni vërejtje për punën e presidencës për 5 vite? Jo, ajo ka qenë e shkëlqyeshme. Puna e zgjedhjeve, në fakt kësaj radhe, janë zgjedhje për president. Sado që ne nuk e zgjedhim presidentin drejt për drejt. Po pengesa për zgjedhjen e presidentit, që u kthye nga lëvizja vetëvendosin në një luftë brutale për eliminim politik të Vjosa Osmanit, pa pritmas dhe pa e kuptuar fare pse, akoma se kuptojmë. Po thu që nuk ka një arsye hala pse? Jo asnjë arsye logjike, as politike, as juridike, as morale, as njerëzore, nuk ka asnjë arsye. Domethënë ishte veç një arsye. Deklaratat e presidentes Osmanit tash po duket se ka pas një tension aty mbrapa. Veç një arsye, lëvizja vetvendosje me krejt kapitalin politik institucional, fuqinë politike që e ka pas. Me 51% të votave dhe me gjithë atë ushtrit deputetësh, tuf, si që pëjqujnë, tuf deputetësh, se kishin qujtë vetë, besoj, dëgjove. Nuk e pas në po na ikin në zhvillimet, ale po shumë... E tha, ajo ka qenë edhe këtu, duket deputetja Albina Reshita, e tha, më kanë qujtë tuf, dhe ju referue, jo në një emision tjetër, pas ka thonë tek Panduri, kështu, tha, kur më kërkuan, tha të mos ndahem nga tufa. Imagjinoj, do me thonë, i konsiderojnë deputetët dele. Mos u ndajnë nga tufa, i kishte thonë Donika Gervalla. Përdorët pak edhe si shambull dhe si... Po jo, nuk është besoj direkt edhe drejt për drejt, po. Mos u ndajnë nga tufa, figurative ma shumë. Jo, është figurativa, jo brutale, është... Unë kam shumë menime dhe perceptime. Mirë, po, jo. Nështë nuk harroj me të pyte edhe për një dilem për zgjedhjen e presidentit. Ideja është kështu, s'ka dilem për zgjedhjen e presidentit. Është vetëm një luftë brutale lëvizjes vetvendosje me eliminu politikisht Vjosa Osmanin. Ndërkohë që me 28 dhjetor, të gjithë popullin na benden që duhet një shumicë stabile parlamentare dhe do zgjedhin presidente Vjosa Osmanin për një mandat të dytë. Katërcifrisht para zgjedhjeve u bëhet ditur, pas zgjedhjeve ndroi karta dhe vazhdoi lufta për me eliminu politikisht. Pas një arsye. Unë kom mendu dhe e kom thonë para prakesh që gjasat që Albin Kurti me ja falë, në kuptimin që relacionet mes tyre janë duken të relaksume, për në fakt në tensionume, gjasat që mi ja falë deklaratat e mahershme janë të vogla dhe ashtu ndodhi. Po, si të qoftë tash, me thash edhe në fillim, pak fyje inteligencës bardel kur po na drejtohen me premtime elektorale që kanë të bëjnë me investime kapitale, me ekonominë, në arsimin e shkencën, arsimin e shëndetësinë, po dihet për çka kemi shkuar zgjedhje. Lej premtimet elektorale, do të thonë gjithat premtime elektorale i kanë pas edhe para 5 vitesh, edhe para një viti e gjysmë kur ishte në shkurt të vitit kalum, edhe tash premtime plot, po të gjitha kot. Asnjë premtim nuk realizohet. Por që t'i kthehemi thelbit. Këto zgjedhje janë për president, sepse kjo shumicë parlamentare nuk dëshiroj të jap një mandat të dytë Vjosa Osmanit dhe ka vazhduar një luftë tani për ta eliminuar politikisht. Kjo është tamra e problemit. Ne do të kishim pas një president të shkëlqyeshme edhe për një mandat të dytë. Kudo që po flas, tani që jam angazhuar aktivisht dhe kur flas me qytetarët me grupe të ndryshme. Vërejtjet kryesore që i kanë për 5 vitet e kaluara janë me qeverinë. Thonë, po qeveria nuk ka investuar, qeveria nuk ka punuar, nuk ka reformuar as një sektor, as shëndetësi, as arsim, as drejtësi, në as një fush nuk ka bo progres. Kur flasim për presidencën, a keni vërejtje për punën e presidencës për 5 vite? Jo, ajo ka qenë e shkëlqyeshme. E ka prezantu Kosovën në mënyrë më të mirë, më të mundshme. Solli 4 njohje. Ka qenë gjithmonë e ka ngrit në pjedestal për faqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Pra, kemi 2 botë tjera. Për 5 vite, presidentja dhe presidenca kanë shkëlqy në të gjitha ato që kanë bo. Dhe s'pe them vetëm unë, po kjo është perceptimi qytetar kudo që shkoj. Ndërkohë që qeveria kanë ngel në të gjitha sektoret, nuk ka bo asnjë punë të mirë dhe të hajrit. Vërdhel është një çështje si lloj dileme që tash me që jemi mbi një vit në krizë institucionale, kemi nisë me menu edhe së me thonë manovrat e mundshme të zgjatimit të krizës.
Edhe kjo krejt në rrafshin e interpretimeve juridike. Është një situatë kur gjasat janë të vogla, le ta themi, po doken që gjasat janë të vogla që një kamp ose tjetri me i bote dhe deputet për zgjedhjen e presidentit. Edhe kjo nuk mrihet pa marrëveshje, konsenzus e kompromis politik. Po shihet pej horizonteve gjithkaq pej secilit horizont që lëvizja vetëvendosje nuk ka shumë vullnet për marrëveshje dhe kompromise ose konsensuse, për shkak që dojnë me imponu, si me thonë, në kandidaturat e tyne. Situata pas 7 qershorit në interpretime juridike kushtetuese. A vazhdojnë dy proceset me ndodhë paralelisht, edhe formimi i qeverisë, edhe zgjedhja e presidentit, apo qysh janë afatet mas konstituimit kuvendit, çka nëse zvarritet konstituimi pra përmes formave e vegzave që po besoj pe kupton, na kemi nis me mendu në modusin e krizës, jo më të zgjidhjes. Domethënë jemi te regjistri i krizës hala. Është tragjikomike, Debran, është tragjikomike të them drejtën, sepse tash shumë kemi frikë nga sjelljet politike të partive politike, po sidomos nga kjo mazhoroncë nga lëvizja vetëvendosje. Sa që ne gjithmonë mendojmë tash cila është kriza e re që do prodhohet. Ndërkohë që partitë politike janë aty për zgjidhje politike, për marrëveshje politike, për tolerancë, mirëkuptim, bashkëpunim. Forcat politike, si sot, si gjithmonë, duhet të ulen bisedojnë dhe të arrijnë një kompromis për gjitha çështjet kryesore, për zgjidhjen e presidentit, zgjidhjen e qeverisë, konstituimin e kuvendit, marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjbërjen, për reforma serioze që janë të kësaj shoqërie. Dhe kjo përçarje kaq e madhe, barrikadim politik, që vetëm ose ashtu siç duhen ose fare, është shumë e dëmshme për demokracinë. Dhe unë besoj që tashmon nuk prodhon dot lëvizja vetëvendosje kriza mo. Nuk prodhon, sepse do të ndëshkohet me votë. Populli ja dha një mundësi të artë në zgjedhjet e 28 dhjetorit vitit kaluar. Kishte një qeveri stabile, të gjitha partitë politike i kishin ofruar platformat e tyre para qytetarëve, dole e rezultatisht doli, që kishim nevojën të merremi me president. Kishim presidenten Vjosa Osmani për një mandat të dytë, ashtu ju kishte premtuar nga lëvizja vetëvendosje përpara, ashtu e trumpetuan duke thonë që ne s'po mund e zgjedhim se kemi shumë dëshirë me zgjedh. Kandidati për president Glauko Njufca 2 ditë para tha, mas ishte emërue, nominue për president nga lëvizja vetëvendosje, tha po të vi Vjosa Osmani, tha unë ja jap votën. Tash imagjinoja çfarë pa sinqeriteti politik dhe publik, pra që nga njëra anë trumpetonin që po të vi Vjosa Osmani si kandidatit do ta votoj. Thoshte vetë, besoj e mban mend deklaratën e tij. Dhe ai tha, po të vi do ta votoj. Çai bjen kjo? Të gjithë dëshironin me zgjedh Vjosa Osmanin, përveç lëvizjes vetëvendosje, që në publik thoshte, po le të vija ajo në votim, ndërkohë që në prapa skenë punonte për ta eliminuar politikisht. Dhe ky pa sinqeritet, kjo krizë, kjo farsë e krijuar, kjo krizë e panevojshme e krijuar prej tyre, veç për të eliminuar politikisht një figurë siç është Vjosa Osmani, besoj që do t'i kthehet në bumerang të madh. Dhe rrjedhimisht nga këto zgjedhje, ajo lëvizje do të zvoglohet aty ku e ka vendin që të mos ketë më mundësi të prodhojë kriza dhe të gjitha partitë politike përfshirë të vetëvendosjen duhet ulen pas zgjedhjeve dhe të konstituojnë kuvendin. A keni në përqindje kur po thu do zvoglohet apo veç nuk do të flas për përqindje, po substancialisht. Po thu që substancialisht nuk ka mundësi zvoglohet sepse po punojnë mrapsht. Po punojnë mrapsht. Unë s'kam pas asgjë kundra që ata të qeverisin, të vazhdojnë qeverisin, veç të realizojnë këto premtime. Po premtime boshe dhe krizat një pas njëshme të vazhdueshme, nuk shkon kjo mund. Është shëndetshme për demokracinë.